Cilat janë tashmë pikat më problematike në qarkun e Gjirokastrës? Ervina, përshëndetje. Përshëndetje, atëherë edhe qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga rreshtet e shiut me intensitet lartë për sa i përket 48 orëve të fundit, të cilat sigurisht që kanë sjellë edhe pasojat tek banorët e qarkut të Gjirokastrës, vetëm në orët e para të mëngjesit të sotëm në bashkinë e Dropullit, e cila ka qenë një nga bashkitë më problematike për sa i përket rreshtjeve të shiut me intensitet lartë, është dëmtuar ura e fshatit Glin, e cila lidh 5 fshatra. Konkretisht bëhet fjalë për fshatrat Rëzezez, Glin, Radat, Peshkpi e Sipërme, Peshkpi e Poshtme dhe Vrau Goranzi. Bëhet fjalë për banorët e 5 fshatrave të cilët kanë ngelur të izoluar. Në vendin e ngjarjes ka shkruar grupi emergjencave por të parë nga afër problematikën dhe nga bashkia e Dropullit është pohuar se do të ndërhyet për sa i përket hapjes së një rruge të dytësore, pra për të bërë të mundur kalimin dhe qarkullimin e banorëve të këtyre 5 zonave. Pasi në këtë zonë kemi edhe biznese të cilat janë biznese të mëdha që operojnë jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, por edhe më gjerë të cilëve ju është pezulluar puna për shkak të kësaj problematike. Një tjetër problematikë është ndeshur në bashkinë e Libovës, ku kemi një rrezim të urës dhe aty që lidh fshatin Sum me atë Poliçan. Edhe aty kemi izolim të banorëve. Pastaj përgjatë 24 orëve të fundit kemi pasur probleme në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen, konkretisht tek vendi i quajtur Shkallëzes, ku kemi pasur shkëtitje masive dhe u mund të themi se kjo është një ndër pikat më problematike sa herë që kemi rreshtë shiu me intensitet të lartë, ndodhemi pra me të njëjtin, përballemi me të njëjtin fenomen të bllokimit të këtij aksi. Një tjetër tip problematike ka qenë tuneli i Skërficës, rruga Kardish-Delvin, e cila është pushtuar nga inertet dhe madje firma zbatuese shumë vonë ka shkuar në vendngjarje për të bërë të mundur edhe pastrimin e inerteve dhe për të lehtësuar qarkullimin e mjeteve. Një tjetër pikë tepër problematike për sa i përket të qytetit të Gjirokastrës ka qenë Proi Çullos, i cili është riaktivizuar, por emergjencat kanë qenë në terren dhe kanë parë prurjet e këtij të fundit, i cili deri në këto momente të paktën nuk ka dhënë dëme. Ashtu siç vjet edhe në pamje, përgjatë ditës së sotme kemi pasur rreshtë shiu, por me intensitet mesatar apo edhe të ulët, ndërkohë që rreshtet priten të rinisin sërish gjatë orëve të mëvonshme dhe Gjirokastra vazhdon të jetë një nga qarqet më problematike. Ndërkohë që në këto momente në fakt ka mbritur edhe ministri i mbrojtjes, i cili po zhvillon një takim në prefekturë me shtabin e emergjencave për sa i përket problematikave të qarkut të Gjirokastrës. Nëse do të ndalemi në Lazarat, një tjetër problematikë është Proi Sopotit, i cili ka dalë nga shtrati dhe ka izoluar një lagje. Edhe aty është punuar për gjatë gjithë ditës së djeshme, por njëkohësisht edhe sot. Zonat rurale pastaj pothuajse në të gjithë qarkun e Gjirokastrës kanë pasur probleme për sa i përket shkarjes së dheut dhe inerteve në rrugë. Një tjetër pikë është ajo i liçenit të Virojt, i cili ka arritur limitet e tij dhe një sasi e ujit ka dalë edhe në rrugën nacionale Gjirokastër-Tepelen, por që nuk ka pasur problematika për sa i përket ndalimit të qarkullimit. Nga ana tjetër në disa pika problematike. A ka shqetësim nga fakti që duket se rreshtet do të vijojnë përse pritet në përmirësi i kohës? Patjetër, nëse do të ndalesh edhe tek Lumejn, tek Drino, i cili ka një fryrje, por gjithashtu edhe Lumi Vjosa, i cili deri para pak çastesh ishte në nivelet 6.7, por nuk dihet se çfarë masa paraprake do të merren, pasi kemi të bëjmë me të njëjtat probleme të cilat ripërsëriten sa herë që kemi rreshtë shiu me intensitet të lartë, pra nuk kemi një parandalim të këtyre të fundit. Janë të njëjtat probleme evidente. Zonat rurale, rrëshqitje masive të dheut, njëkohësisht një problem tepër i madh për banorët e bashkisë me Malijajt ka qenë edhe ndërprerja e energjisë elektrike me ditë të tëra. Vetëm në fshatrat e njësisë administrative Luftinj, mungesa e energjisë elektrike ka qenë për më shumë se 5 ditë, duke u vështirësuar kështu jetën banorëve të këtyre zonave. Ndërkohë që nuk dim se çfarë do të diskutohet konkretisht në prefekturë me ministrin Vëngu për sa i përket masave parandaluese, për sa i përket orëve në vijim. Po, tani është e vështirë të marrësh masa përveç atyre emergjente, siç thatë ju, gjetje rrugësh alternative ku janë shëmbururat, ku ka rrëshqitje dhe massat duhet të ishin marrë ato që mund ta ndalonin këta. Megjithatë shpresojmë që nuk do ketë probleme të rënda, gjithsesi, se s'mbetet gjë tjetër. Ervina